Shiu i pandalur që ka goditur vendin po krijon një situatë të pazakontë alarmi. Brenda pak orësh, disa institucione kanë dalë me paralajmërime urgjente. Policia e Kosovës u sjell si KRU Prishtina dhe Drejtoria e Arsimit në Prishtinë, ndërsa Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, por çfarë po ndodh realisht? Sot policia e Kosovës ka apeluar me urgjencë për kujdes maksimal në trafik. Rrugët janë të lagura, të mbuluara me ujë në disa segmente, rreziku i aksidenteve është rritur dogshëm. Policia kërkon nga shoferët që të ngasin me kujdes të shtuar, të mbajnë distancë dhe të shmangin shpejtësinë. Po ashtu edhe ujësjellsi KRU Prishtina ka ngritur alarmin. Në zonat e ulta dhe pranë lumenjeve ekziston rrezik real për vërshime. Qytetarët këshillohen të shmangin lëvizjet pranë lumenjeve, të mos parkojnë automjetet në zonat të rrezikuara dhe të sigurojnë bodrumet nga dëpërtimi i ujit. Ndërkohë, Drejtoria e Arsimit në Prishtinë sot ka marrë vendim që procesi mësimor të anulohet. Arsyet: rrëshqitje, vështirësi në qarkullim dhe rrezik i shtuar për nxënësit. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës kishte paralajmëruar që dje se moti do të rëndohej ndjeshëm. Rreshtet e shiut do të jenë të dentura edhe sot dhe nesër, me potencial për rritje të shpejtë të nivelit të ujrave dhe vërshime të befasishme. Qytetarët janë këshilluar të shmangin zonat të rrezikshme dhe të raportojnë çdo situatë të pazakontë.